Atë publike në mbështetje të protestuesve dhe në mbështetje të vlerat luftës UÇK-s është dashur që aty të ndolet dhe t'ja qet një pikë. Po i mbështet të gjithë ata që nesër do të jenë në Tiranë. Jo të merret me paragrafin 2, 3, 4 ku del aty ku ka i dhënë gjithë kohën. Të akuzon Edi Ramën. Edi Rama nuk është organizatori i protestave në Tiranë. Edi Rama ka leju sheshin Skënderbej që shqiptarët e anë kënd botës ka janë ata që i kanë mundësit me shku nesër në mbështetje të vlerave të luftës dhe duke e kritiku pa drejtësinë që po i bëhet burrave më të ndershëm të kombit tonë të se gjenden në Hagë. Këta merren me Edi Ramën duke akuzu pse ti atëherë ke qenë pro themelimit të gjykatës, edhe pse ke arti atëherë me helikopter që me i bind deputetët asaj kohe që me e themelu një gjykatë që është në dëm të Kosovës, sipas vetëvendosjes, por edhe sipas neve. Po që është përqorse. Po është përqorse, ti me siguri e thua dhe ti, po megjithatë e ka nis mirë dhe e ka përfundu keq. Ka dalë aty ku ka dash vetëvendosjen. Prandaj nuk u dosh që sot ajo të merret me këto komunikata, por dosh të merret vetëm me mbështetje.